Pensionistët e Kosovës edhe pas 12 vjetë të çlirimit të Kosovës mbeten të shqetësuar për gjendjen e tyre materiale nga ana e institucioneve. Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur gjithë periudhën e pas luftës. Ata ndihen të anashkaluar nga ana e institucioneve dhe thonë se kujdesi është në nivel. Jakub Shabani, sekretari i PPK-s, thotë se Kosova është i vetmi shtet në rajon ku pensionistët paguajnë biletën e autobusit urban dhe se shoqata e pensionistëve nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim. Në bashkëpunim s'kem fare me shoqatën e pensionistëve. Shoqata e pensionistëve s'ka ndërmarrë asgjë pas luftës për mirëqenien sociale të pensionistëve. Shoqata e pensionistëve bashkëpunon me qeverinë. Qeveria është anti-pensionistëve, kundër pensionistëve. Po ashtu Shahim Bajora, pensionist nga Mitrovica dhe njëherët antar i kryesisë së sindikatës së invalidëve të punës, thotë se edhe te banat pensionistët e kanë karakterin komercial. Pensionistët se janë në gjendje edhe më të vështirë se që mendohet. Se më njëherë mas kushtetute, ligj bazik është edhe mbrojtja shëndetësore. Mandej është mirë që është aprovu ligji i punës, po ligj tjetër që është bazik është edhe ligji për sigurinë pensionale dhe invalidor. Ndërsa këshilltari i ministrit dhe njëherët zëdhënës i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Behxhet Gaxhiqi, thotë se ne jemi duke punuar për ligjin e skemës pensionale të financuar nga shteti dhe se parashihese gjatë këtij viti në muajin e 7 pas implementimit të ligjit e kemi një rritje për kategoritë e pensionistëve. Pas implementimit të ligjit e kemi një rritje për kategoritë e pensione bazë. Ata që janë 45 herët kaluan në 50, ndërsa pensioni kontribut pagues ata që janë 80 të shkohen në 101 euro. Kjo është para parë.